Pasi e gjeti në shkelje të nenit 115 të kushtetutës. Për zhvillimet më të fundit në politik, me kënaqësi në studio do të bashkëbisedoj me zotin Engelid Alibeaj, ish ministri i drejtësisë. Zoti Alibeaj, faleminderit që erdhe. Gjithashtu me Engelida Memon. Engelida, faleminderit. Faleminderit. Lutem, e nisim bashkë. Çfarë duhet kuptojmë me këtë qendrim të fundit të presidencës? Në pritje të seancës së 31 tetorit, që do të shurtohet tankimi i Mirion Veliajt nëse ishte kushtetues apo nuk ishte kushtetues, shkarkimi i tij nga Këshilli i Ministrave, po aq edhe dekreti i presidentit, sepse kemi një pezullim të dekretit, por nuk kemi një vendimarrje të gjykatës kushtetuese nëse presidenti e ka shkelur apo jo kushtetutën me nxjerrjen e këtij dekreti. Si presidenca në këtë rast, edhe Këshilli i Ministrave do duhet të çojnë parashtrimet e tyre në gjykatë kushtetuese për vendimarrjen e tyre, për të japin argumentet e tyre ligjore pse shkuan në vendimarrjen së pari e Këshillit i për shkarkimin e Mirion Veliajt dhe së dyti presidenti, i cili bëri edhe dekretimin e zgjedhjeve të pjesëshme vendore për Tiranën. Pra këto janë procedura normale, janë procedura ligjore, apo jo Engelid, që gjykata kushtetuese i merr parashtrimet që nuk i merr vetëm gjykata kushtetuese me relatore Sonila Betje në këtë rast, por i merr edhe pala ankimuese e kryebashkiakut të Tiranës Mirion Veliajt. Të treja palët duhet të vijen në dieni për të gjithë situatën, parashtrimet që ka secili institucion, pretendimet e tyre, dhe më pas shkojmë në seancën e 31 tetorit, aty ku seanca është publike, është plenare dhe ku fillon edhe shqyrtimi i ankimimeve që Mirion Veliaj ka bërë në gjykatën kushtetuese. Pra le të themi që jemi në procedura normale që ndiqet në një rast shqyrtimi të një ankimimi të bërë në gjykatën kushtetuese. Qartë. Presidenca pal, Këshilli i Ministrave, gjithashtu edhe përfaqësuesit e zotit Veliaj. Zoti Alibeaj, a do të ketë debat të madh kjo çështje në 31 tetor në gjykimin tënd? Pritet të ketë shumë debat. Pra, jo vetëm debatin publik. Besoj interesi i medias do të jetë maksimal, por dhe interesi politik. Sepse vetë çështja është goxha e rëndësishme. Spari përfshin qënien ose jo në detyrë në vazhdimsi të kryetarit Bashkisë Tiranë. Eventualisht do të kemi apo do të kemi zgjedhje. Dhe së treti, ka dhe interes juridik. Ka interes juridik, sepse si që erdhën e gjërat. Andalimi pak të ky interes juridik, se gjatë gjithë këtyre ditëve, javëve, jemi konsultuar me juristë që kanë pasur ndonjëherë edhe interpretimet ndryshme për sa i përket ligjit edhe kushtetutës. Doja një opinion si ish ministër. Dhe ky është opinioni imi. Patjetër që po. Me shumë gjas. Dgjoj, ta nisim nga kjo çështja e gjykimit. Sot që flasim, në gjykatën kushtetuese, mbas edhe vendimit të fundit dhe të pezullimit të presidentit, kemi jo vetëm një akt të pezulluar, por kemi dy akte të pezulluara. Kemi dekretin e presidentit, i cili është pezulluar me vendim të shqiptuar nga gjykata kushtetuese, por kemi të pezulluar, me sa duket, edhe vendimin e qeverisë për shkarkimin e kryetarit të bashkisë, për të cilin nuk ka nevojë që gjykata ta shpreh të jap një vendim, por mjafton një akt i thjesht administrativ. Depozitimi i ankimit prej kryetarit bashkisë. Në këtë mënyrë, presidenca duhet ta kishte marrë mesazhin për thua. Këtu duhet jemi të qartë që nuk ka vetëm një pezullim, por nuk është vetëm halli i dekretit presidentit, aktit presidentit, por edhe akti i qeverisë, me shumë gjas, nuk e dim arsye-timin, por me shumë gjas. Pezullimi i dekretit të presidentit ka marrë shkas ndër të tjera, besoj edhe nga fakti që është pezulluar automatikisht edhe vendimi i qeverisë. Kjo është lidhja logjike që unë bëj. Kështu që ky është elementi i parë, i rëndësishëm për këdo, do duhet të dimë që sot në gjykatën kushtetuese ka dy akte që janë të pezulluara dhe do të ketë një gjykim për dy çështje. Edhe për vendimin e qeverisë, edhe për dekretin. Në 31 tetor, gjyqi i themelit, pra gjyqi më i rëndësishëm, argumentat më të rëndësishme do të jenë ato për vendimin e qeverisë, për shkarkimin. Dhe në këto raste ka një dallim nga gjitha llojet apo natyra e gjykimeve të tjera që bën gjykata kushtetuese. Në këtë rast gjykata kushtetuese merr pozicionin, merr fytyrën e një gjykate të shkallës parë apo gjykate fakti. Pse? Sepse përcakton fajsin. Ta bëj të thjesht për ata që na dëgjojnë. Në kuptimin që shkeljet e atribuara kryetarit të bashkisë prej qeverisë, e cila shkarkoi, përbëjnë shkelje kushtetute, përbëjnë shkelje ligji, dhe nëse po, a janë edhe të rënda, sepse këto janë dy elementet që do duhet të shqyrtoj gjykata kushtetuese.
Pra do t'jetë, besoj unë, një gjykim me argumenta po e po, të shkruara kanë filluar që tani, thotë Ngelejda, por do t'jetë dhe me prova. Unë besoj që aty do t'ketë goxha debat për provat e njërës palë, të qeverisë, të Këshillit Bashkiak, në kuptimin sepse i përthith qeveria, por dhe të palës së shkarkuar. Ka munguar, s'ka munguar. Ka munguar 3 muaj me dashje apo pa dashje. Debati. Ka qenë munges në detyrë apo jo. Dhe veç kësaj, në analizë fundit, përbën kjo nëse një shkelje ligji apo kushtetute dhe a përbën kjo dhe një shkelje të rëndë, pra vetëm me kaq pak sa unë ju thash, pritet që gjykimi tjetë i gjatë, me argumenta, se kam një përshtypje që nuk mbaron dot atë ditë. Edhe unë kështu besoj. Nuk do ketë një seancë të vetme, besoj do ketë më shumë se një seancë, edhe për faktin që unë besoj që edhe Erion Veliaj do t'jetë i pranishëm në seancën e 31 tetorit, ligji ja i njeh këtë të drejtë dhe besoj që Erion Veliaj nuk është tulatur nga ideja e tij për të qenë i pranishëm fizikisht aty. E ke konfirmuar këtë Ngelida nga Pala Mbrojtse? Nga Pala Mbrojtse kam të konfirmuar që po, ai do të jetë, domethënë kërkesa e tij dhe vullneti i tij është për të qenë në gjykatën kushtetuese. Tashmë i mbetet edhe gjykatës kushtetuese të kryejë procedurën e vet, që në fakt kjo është në përputhje me ligjin, mjafton të bëj kërkesën, nëse mund quhet kërkesë në këtë rast, në institucionet përkatëse, që në këtë rast është SPAK-u dhe prokurori i çështjes dhe më pas është drejtoria e bugjeve, që bën gjithë garancinë për lëvizjen nga Durrësi drejt Tiranës. Por vullneti i tij është për të qenë dhe besoj me shumë mundësi Erion Veliaj do të jetë në seancën e gjykatës kushtetuese për të dhënë pretendimet e tij, qëndrimet e tij, dëshminë e tij, që besoj është krejt normale të dëgjohet dhe nuk dua të keq interpretohet fjala ime, nuk bëhet fjalë rasti Erion Veliaj, sepse njerëzit me emrin e Erion Veliajt kanë kërkesa të ndryshme, qofshin pozitive apo qofshin negative, bëhet fjalë për fenomenin, pra për aktin juridik, aktin ligjor. Nuk e kemi thjesht me individin, e kemi me respektimin e ligjit dhe të kushtetutës në këtë rast. Zotja Libe, për ta mbyllur seancën e 31 tetorit, një koment shkurtër, ka vlerë të shtuar prezenca e zotit Veliaj në këtë seancë? Sigurisht. Pse? Po, për shumë arsye. Do shqyrtohet ligji apo jo? E para është e detyrueshme që palët, është e detyrueshme që kur bëhet seancë publike, plenare, siç e Ngelida e thotë, palët kanë të drejtë të jenë prezent vetë ose me avokat. Ngelida, pohon. Unë të pyeta për rastin e prezencës zotit Veliaj atje. Në rastin e prezencës sigurisht që do ka vlerë të shtuar edhe për një arsye varet të vogël. Nëse i kujtoni në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, ku propozua, po themi, shkarkimi, do duhet që aty të kishte edhe ai të drejtën të fliste. Qoftë Erion Veliaj, me qoftë Hasmi kujdo. Tani në një vend civil si ky, nuk do duhet kemi asnjë lloj kompleksi për të thënë që edhe Erion Veliaj ka të drejtat e veta procedurale dhe kushtetuese për tu dëgjuar. Dhe në Këshillin Bashkiak, një çështje që ndoshta dhe kaloi pak sa kështu si në heshtje, ishte që ju mohua e drejta për të dhënë variantin e vet ndaj pretendimit të shumicës socialiste në Këshill. Ndaj edhe për këtë arsye, gjykata kushtetuese jo vetëm do duhet ta lejoj, ta mundsoj për të bërë kërkesat, siç Ngelida i tha, për të qenë prezent. A vjen as vjen, është e drejta e tij. Qartë. Por, sigurisht që ka një vlerë të shtuar dhe për gjë tjetër, nëse ma lejon. Po. Do të ishte hera e parë në fakt, që do të gjoni me zë dhe figurë kundërshtit reale të një figure të Partisë Socialiste, kundër një figure tjetër të Partisë Socialiste që është kryetari i Bashkisë. Erion Veliaj kundër Edi Ramës. Dhe kjo besoj që ka vlerën e vetë. Se deri tani, me aq sa kam parë dhe me aq sa që jam i interesuar, qëndrimet ka qenë të zbuta, të mefshta të Erion Veliajt. Por aty, do të thotë, firma e Edi Ramës për shkarkimin e tij, reagimet kanë qenë të buta. Është e lishme apo jo? Qartë. Dhe nëse s'është e lishme, siç ai pretendon, cilat janë motivet që kanë shtyrë? Cilat kanë qenë motivet që ka shtyrë që Edi Rama të shkarkojë Erion Velin? Kështu që edhe kjo është një vlerë e shtuar politike në gjyqin që do bëhet. Ilir, nuk është një çështje thjesht ligjore dhe juridike. Kjo është më shumë një çështje politike. Domethënë, gjithë peshorja anon tek çështja politike. Domethënë, si Partia Socialiste, si kundërshtarët e Partisë Socialiste, si vetë qytetarët dhe çdo kush tjetër që ka interes të drejtë për drejta, por të tërthot, do duan të shohin një seancë. Patjetër. Prezenca e tij, e tha pak zoti Alibeaj, do të
do të na përcillte dhe do të kuptonim se si është përqasja e tij nga tani e vi me Partinë Socialiste dhe me kryeministrin Rama, do të çonte ujë tek opozita gjithashtu. Po pyetja ime është se e tha pak zoti Ali Beaj, qëndrimet kanë qenë të mefshta ose të buta. A ka më, le të themi, komunikimi midis tij dhe subjektit që ai përfaqësonte më parë? Po t'ishte Erion Velia, do t'ja bëjë pyetje atij. Çfarë mund t'i bësh më tepër një individi të angazhuar politikisht në Partinë Socialiste, se sa ta shkarkosh nga detyra. Dhe ai pretendon që ky shkarkim është jo i ligjshëm, paktën nga ankimi që ka bërë gjykatë kushtetuese. Pra këtu vetëtiu ka një konflikt midis tij dhe partisë. Politikisht, Partia Socialiste, dhe të themi Partia Socialiste, do të jemi qartë. Pavarësisht se është veshur me propozim nga Këshilli Bashkiak, në fakt ishte shumica, dhe gjas me Këshilli Ministrave nuk e bëri me dorën e vet, por se erdhi propozimi nga Këshilli Bashkiak, në fakt ka qenë totalisht jemi të vëdijshëm që ai është një urdhër i drejtë për drejtë. Edi Ramës, unë besoj që mund t'i bësh më tepër se sa ta ekzekutosh politikisht siç e ka bërë. Megjithatë, këta të Partisë Socialiste me thënë drejtën e kanë si kod të tyre që nuk rebelohen ndonjëherë. Ta presin më mirë që t'u pritet koka mbyllin gojën. Por të shojmë. Patjetër, mbetet për të parë në 31 tetor. Dinjiteti juridik i një individ do duhet paktën për këtë do duhet ketë një përballje. Absolutisht. Zoti Ali Beaj, ditën e djeshme për orë të tëra kreu Ispak Dumani ka bërë raportimin një herë në vit për vitin 2024 nga opozitarët u pyet për shumë tema, po një ndërto që madomendja është brenda aktualitetit, duke qenë se sot është vendosur për sa i përket Komisionit për Reformën Zgjedhore, u pyet për task forcën e 11 majit. Në gjykimin tënd, funksionoi apo jo? Ka pasur problematika, tha zoti Dumani, por nuk mund të them që ka dështuar, ashtu siç pretendonin deputetët demokratë. Tarik, ka një opinion që është opinioni im, ka edhe një opinion që Dumani e tha dje, në fakt. Unë prisja më tepër, si palë politike, e një anshme. Në zgjedhje, unë isha pjesë e zgjedhje, kështu që kam qenë i një anshëm. Prisja më tepër, edhe për faktin, sepse pak në jemi mësuar për mënyrën se si zgjedhjet të zhvillohen në Shqipëri. Jo në 25, po këtu e 12-13 vite, të paktën simptomat e shitblerjes votës, shantazhit në zgjedhësve, përdorimit administratës, patronazhizmeve me radhë, tashmë janë bërë të njohura për këdo. Ajsa edhe i relativizojmë ndonjëherë, që s'duhet ndodhë. Kemi arritur në fakt në vërtet kështu në një pranueshmëri të një gjëje që është anormale. Megjithatë, duhet të themi gjë tjetër. Po? Paktën dje nga pretendimet e njërit nga deputetëve të opozitës, unë nuk e dija, ai e tha dhe nuk pati asnjë lloj kundërshtimi, është që sa herë që kemi pasur kërkesa, ankesa nga ju deputetë të opozitës, ju janë përgjigjur. Po, edhe në mes natës. Kësaj vetëm përgëzime mund t'i thuash. Po. Përgëzime mund t'i thuash. Po siç edhe tha diçka tjetër. Keni raportuar tek ne, po ama keni nxjerrë lajmin në media dhe na keni dekonstruar. Dhe kjo, nëse ka ndodhur, sigurisht ka drejt Dumani, se nëse ti bën një kallëzim penal për një shitblerje votësh, për një shantazh diku, akte këto të cilat kryen në errësirë, nuk është se kryen në nuk mund të dekonspirosh, ti ke drejtën tënde si subjekt politik që ta bësh publike atë, por je interesuar thjesht për ta demaskuar apo për ta ekzekutuar atë që je duke kryer, duke konsumuar veprën penale. E hudhës do të ishte për sa kohë që troket në derën e drejtësisë, do duhet që të mos i prishësh punën e saj. Nëse ka ndodhur, për mua është e rëndë. Pastaj kjo e gjithë qarja e asaj pjesë të opozitës vishet me një tisë hipokrizie. Me ky është një përfundim i madh masandaj. Sepse nëse ti e ke besuar, pra ke marrë në telefon në 12 të natës, pra ti ke shprehur një moment besueshmërie ndaj tyre, atëherë lëre ta kryej punën deri në fund. Për mua, vlerë më të madhe nuk bën një deklarat se diku po vidhen vota. Vlerë më të madhe kishte që në flagrancë të kapej diku në Shqipëri, dikush me presh në dorë. Kështu do të trembeshin dhe pjesa tjetër. Engrila nuk u kapën me presh në dorë vetëm sepse dolën titujt në media, siç tha zoti Domani, apo kishte diçka më shumë? Për të shuar edhe diçka Enkelidit, sepse vetëm në këtë mënyrë opozita do të krijonte dhe bindjen e saj nëse realisht Spaku po bënte punë të mirë për të kapur në flagrancë krimin zgjedhor. Do të ishte mënyra e mirë për ta vërtetuar nëse Partia Demokratike realisht e ka dekonspiruar
ankesën e saj, pra trokitje në derën e SPAK-ut, atëherë më shumë pesha e gabimit në këtë rast i mbetet Partisë Demokratike se mund t'i mbetet institucionit të SPAK-ut. Dumani tha, nuk mund të them ka dështuar, ama ha debat për defekte që ka shfaqur, le themi, apo problematika. E ke ndjekur 11 maj në terren edhe e një kështu fije për pet gjithçka që ka ndodhur në një farë mënyre. Shiko, janë pritshmëri që kanë qytetarët tek SPAK-u, Ilir. Pra qytetarët kanë filluar, po besoj kanë krijuar një ide që kjo strukturë duhet krijoj klasën e re politike dhe është kjo strukturë e cila duhet të luftojë gjithçka të mundshme. Edhe pse unë jam kundër me parimin që drejtësia krijon klasën e re politike, sepse nuk e krijon drejtësia, e krijon vullneti i zgjedhësve, i vullneti i qytetarëve, tashmë e kemi këtë lloj perceptimi. Dhe duke qenë se perceptimi ka qenë kaq i lartë që në zgjedhjet e 11 majit, struktura e posaçme do të ishte kudo në territorin shqiptar dhe do t'i përgjigjeshte çdo denoncimi të madh, që në fakt me sa duket edhe vetë zoti Dumani e pranoi që nuk kanë mundur të realizojnë çdo lloj hetimi të mundshëm edhe për shkak, siç thaj, të infrastrukturës, të numrit të prokurorëve në dispozicion, duket si kjo ka krijuar këtë idenë që SPAK-u nuk e kreu mirë detyrën e saj. Tani, pyetja e madhe është, a ishte i mundshëm SPAK-u që të luftonte krimin zgjedhor nga pika 1 në pikën fundore? Unë besoj që nuk besoj se ka qenë e mundur ta luftosh krimin zgjedhor nga pika 1 deri në pikën fundore. A bëri SPAK-u të pamundurën e vet? Unë nuk besoj se ka bërë të pamundurën e vet. Besoj që për faktin që kjo strukturë, pra ky mekanizëm i veçantë, u ngrit shumë kohë më parë se të vinte data e 11 majit, ndoshta duhet kishte një angazhim më të madh dhe më të fortë për të shkuar procesit para se të ndodhte votimi, sepse me ndodhjen e procesit të votimit nuk ka më vlerë, domethënë vlerë elektorale nuk ka më. Ka vlerë për çështje statistike, për vetë SPAK-un që ne hetuam këtë, arritëm të arrestonim këtë apo arritëm dhe të dënonim këtë, por vlerë elektorale nuk ka më. Pra gjithë rëndësia ishte sa SPAK-u duhet vepronte para se të vinte 11 maj, se çfarë ndodh pas 11 majit, rezultati doli, u certifikua, Partia Socialiste është në pushtet, partitë e tjera janë në opozit, shumë të tjera mbeten jashtë parlamentit për arsye të ndryshme. Kështu që ndoshta SPAK-u këtu duhet kishte pasur në këndvështrimin tim vëmendjen më të madhe, mos shkonim deri te data 11 maj pa arritur rezultate konkrete para datës 11 maj, në mënyrë që të amortizonin me atë që mund quhet shitblerje votës, përdorimi i administratës shtetërore e shumë element të tjerë. E kuptova, Engelida, me qenë se jemi të zgjedhjet, më shpjegon diçka, debati sot le themi midis PS-së dhe majorancës opozitës, ndjes ishte për datën kur do të niste komisioni për reformën zgjedhore apo jo, duhet të niste pasi të dilte raporti ose BE Odirit. Pse? Që komisionet zgjedhore, Engelidi është ekspert në komisionet zgjedhore. Komisionet që janë bërë zgjedhore gjithmonë çuditërisht janë bërë pak muaj ose para një viti para se zgjedhjet të vinë. Domethënë, partia në pushtet dhe partia në opozit kanë gjetur dakordsitë e tyre përkatëse për të bërë një kod zgjedhor që i intereson të dyja palëve. Në të raste, bien dhe dakord. Në fakt që ka një ide që raporti ose BE Odirit duhet pritur, me patjetër duhet pritur. Sepse duke qenë se, le themi, qëndrimi para i shkurtër i ose BE Odirit ishte pak më i fortë, ndryshe nga raportet e shkuara të ose BE Odirit për mënyrën se si u zhvilluan zgjedhjet e 11 majit, sigurisht që raporti ose BE Odirit duhet pritur, sepse mbi raportin ose BE Odirit ti më pas do të ngresh edhe të gjitha propozimet se si do të zhbëhet për të bërë një reformë të re zgjedhore. Zoti Alibe, do na thotë ndonjë çuditë madhe ky raporti ose BE Odirit, kësaj radhe ai sa të ndryshojë gjithë funksionin e komisionit? Këtu jam jo dakord me Engelidën. S'ka për të asgjë të re. Patjetër pse duhet ta presim? Mund të ketë vetëm një rirenditje të rekomandimeve, rekomandimet ato do jenë. Vjedhja e votës, përdorimi i administratës, mediat, financimi i partive politike, fushata zgjedhore se si zhvillohet e me radhë. Kështu që më tepër më duket që është një alibi. Edhe për një arsye tjetër. Jo më larg se sa bë një vit e 2 muaj, bashkë ishin në reformë zgjedhore, pavarësisht se nuk e quanin reformë zgjedhore, po ishte reforma zgjedhore që donin të dyja palët. Bën çfarë deshën. Në paqe me njëri tjetrin. Ndaj është hipokrizi kjo historia tani që po krijojmë diçka, një pështjell për reformën zgjedhore. Pranojnë, do duhet pranuar që sot ka një anomali. Nuk e di sa e vërtet është, por nga mediat e kam parë që tek projekt vendimi është hequr e drejta e votës së bashkëkryetarit. Nuk më rezulton që të jetë
ka barazipalësh, Ka barazipalësh? por nuk është më vetoja e kryetarit, që ishte garancia që do duhet kishte pala më e dobët. Dhe kjo ka një shpjegim. Dhe shpjegimi është fakti që sot në mënyrë parazitare me kontributin e Partisë Demokratike, Edi Rama ka 83 plus mandate, që do thot, mund të bëjë dhe i vetëm reformën zgjedhore tashmë. Kështu që ka rënë edhe një nga garancitë kryesore që opozitat kishin më përpara, që ishte vetoja e bashkë kryetarit. Kështu që për këtë pikë më duket që është vërtet një furtunë gotë çfarë janë duke ngritur si alibi. Për mua është e thjeshtë. Kushdo që është në opozitë, çrëndsi ka se kush është, do duhet përcaktoj që këto janë qëndrimet e veta. 1, 2, 3, 4, 5. Ti bëj publike, ti bëj të qarta, të jenë ato të cilat shkojnë në linjë me raportet e OZB Odirit dhe me interesin publik, pasandaj barra politike për t'i bërë apo jo, i qëndron mazhoranca, sidomos tani që i ka votat. I ka votat. Dhe kjo do të ishte qëndrim dhe më i ndershëm edhe më rezonues në publik. Se E kuptova. duhet presim edhe shumë gjëra, Ilir, sepse kemi dhe propozimin e kryesocialistit Edi Rama për të shkurtuar numrin e deputetëve, nga 140 në 101. Pra janë shumë element që ndërthuren. Dakor, pa ju ka lidhje edhe me reformën territoriale, apo jo? Jo, e ka drejt për drejt lidhje me... Me shumë gjëra lidhje. Ajo ka lidhje me reformën territoriale, me reformën zgjedhore, me reformën për presidentin e Republikës, ndoshta edhe me ndryshimet dhe me ndryshimet në sistemin e drejtësisë. Se futën duart kushtetutë. E kuptova. E nisëm me presidencën, doja që ta mbyllja me presidentin Begaj. PD-ja duket se është e bindur se mund ta shkarkojë presidentin e Republikës. Partia Socialiste, zoti Balla tha ditën e sotme s'ka gjasa. Megjithatë doja që të shfrytëzoj momentin që të kam këtu edhe pyes nëse janë antikushtetuese gjitha këto veprime të presidentit Begaj shpalosur nga opozita apo jo. Më lejoni t'ju a lexoj. Në mënyrë shumë të shpejtë. Dekretimi antikushtetues i zgjedhjeve për Bashkinë e Tiranës. 1. Ndërprerja antikushtetuese e mandatit të gjyqtarit kushtetues. Dekretimi antikushtetues i ligjit për komisionet hetimore. Dekretimi antikushtetues i ministres virtuale Diella. Refuzimi për të ndaluar përfshirjen e trupit diplomatik në fushatë elektorale. Ndërhyrja antikushtetuese nëpërmjet kabinetit të tij në procesin zgjedhor, përfitimet personale dhe të birit në shkelje flagrante të kushtetutës. Këto janë 7 pikat. Okej. Do duhet lexuar gjithë materiali dhe do duhet parë faktet për një pjesë të këtyre pretendentëve, për një pjesë, sidomos këtyre të fundit, këto që lidhen me përfitimet familjare. Ma dy duhet parë faktet se s'mund të flasësh. Në fakt, kam një opinion që vetëm për çështjen e parë në aspektin unë kam qenë këtu më duket në një emision në Euronews ku në momentin kur u dekretua zgjedhjet e 9 tetorit, ndërkohë që ishte bërë ankimi nga kryetari i bashkisë, që do thotë sipas kushtetutës, në një famshëm 115 tashmë, vendos pezullimin, që do thotë ngrirjen e gjithë shkaje, dhe ishte bërë më përpara, ky ishte për mua dhe është një tejkalim i madh kushtetues. Nuk është thjesht një lajthim juridik, sepse mbi të gjithë atij heq drejtën një përfaqësuesi të pushtetit vendor të dëgjohet nga gjykata kushtetuese, asgjëson gjykatën kushtetuese, vendos krijon një standard tjetër të garancive për pushtetin vendor e me radhë. Tani një koment fare të shkurtër. Ajo çfarë prisja unë mbas dhe këtë edhe kam thënë, ajo çfarë prisja mbas krizës kushtetuese, dhe më guxoj ta quaj krizë kushtetuese me dekretimin e datës 9 tetor edhe për Tiranën, do duhet të shihnim se sa antikorpe kishte sistemi ynë. 2 ishin antikorpet. 1 parlamenti, 2 gjykata kushtetuese. Dhe kur them parlamenti, e shoh të udhës që mund të fillojë edhe një procedurë shkarkimi. Nuk është mund filloj. Nuk është e thënë që do shkojë deri në fund. Dhe ajo që dëgjuam dhe çfarë juve e thatë, është që nga njëra palë, nga opozita ka filluar, është depozituar kërkesa. Serioziteti i një procedure të tillë kërkon që të mos e mbushësh me 7 çështje, 7 pretendime. 2/3 them që tani që nuk qëndrojnë. Qoftë ajo për gjykatën kushtetuese, po doni ju. Qoftë ajo për që thuhet komisionet hetimore? Për komisionet hetimore, është një drejtë e tij. Ta thot po ose jo, apo dhe çështja e këshilltarit vet që është antar i IKAS-it. Për këto ta them që tani me bindje, për aq sa jurist modest jam, që nuk qëndrojnë. Diella?
Diella është e diskutueshme. Unë di të them vetëm një gjë. Tradita e mëparshme e dekretimit të kabinetit nuk ka njohur të tilla artikulime në Shqipe. Caktohet filani kryeministër, ka dhe përgjegjësinë edhe për ministren. Këtu mund të jetë edhe një lajthim. Por ama, e kam të këtu dhe da them gjithmonë, të pak në aty presidenti ka qenë i kujdesëm sepse ka thënë që përgjegjësinë për diellën e ka kryeministri. Frika e madhe ishte që shumë nga veprimtarit që kanë potencial korruptiv, siç janë edhe prokurimet, me futjen e gjasme inteligjencës artificiale, fajësia në korrupsion do të ngelej e diellës pra jo në individi. Në fakt, tu duhet ta themi dhe duhet të jemi vërtet të ndershëm që përgjegjësinë e ka për gjitha bëmat e mundshme të diellës e ka Edi Rama. Po kam një pyetje pyetje këtu vetëm tek e fund, tek pika e parë që ajo për mua është e diskutueshme dhe shumë mirë do duhet fillojë procedura e Kam një pyetje këtu Engelet. A ka të drejtë presidenti që t'i tregoj kryeministrit se çfarë detyrash dhe përgjegjësish bën? Ndërkohë që presidenti ka detyrë vetëm të dekretoj kryeministrin dhe ministrat e tij, nuk besoj se kryeministri i tregon se çfarë detyrash kryen ai. Nëse do dish opinionin tim, unë kam një opinion tjetër. Okej. Ne jemi një republik parlamentare, por ama kemi adoptuar faktin që presidenti i Republikës është figura më e lartë institucionale, madje pretenduar që përfaqëson gjithë, po themi, publikun dhe unitetin e kombit. Në raportet me qeverin, ajo se çfarë ka ndodhur në fakt ka disiplinuar fushën e veprimtarisë së kryeministrit. Dhe unë them që kjo është një gjë e mirë. Një kryeministër me shumë pushtet. Një kryeministër pa limite, që s'ka kontroll parlamentar, që mund bëj gjithçka. Atëherë duhet dikush që të fillojë dhe t'i japi ose t'i vendosë ca kufi, ca sinor. Dhe unë e kam parë atë dekret, në fakt, e kam parë si një gjë të mirë. Që presidenti i Republikës në raportin me kryeministrin nuk është thjesht vetëm një noter, po i ka përcaktuar në këtë rast me dashjen edhe të kryeministrit për një arsye tjetër, se do të bënte spektakël, i ka përcaktuar fushën e veprimtarisë. Dhe kjo është gjë e mirë. Përkundër asaj se çfarë thuhet në kërkesë. Engeleda, nëse s'ke diçka për shtuar, falenderoj shumë. Engeled. Faleminderit, kënaqësi. Mirë, jemi tek një lajm i fundit në mbledhjen e sotme të Këshillit të Ministrave. Janë bërë disa ndryshime në përbërjen e institucioneve. Zonja Vilma Premti emërohet zëvendës ministre për Europën dhe punët e jashtme. Zonja Elona Hoxha emërohet zëvendës ministër i drejtësisë. Zoti Besian Kadiu emërohet zëvendës ministër i infrastrukturës dhe energjisë. Zoti Fatmir Guri emërohet zëvendës ministër i bujqësisë dhe zhvillimit rural. Zonja Silda Cepe, zëvendës ministër për Europën dhe punët e jashtme, lirohet nga kjo detyrë. Zonja Ana Kapaj, zëvendës ministër i arsimit dhe sportit, lirohet nga kjo detyrë. Zoti Clyde Karameta, zëvendës ministër i drejtësisë, lirohet nga kjo detyrë. Vetëm pak minuta publicitet, rikthehemi edhe ndalemi tek zhvillimet politike në Kosovë. Merr smartphone-in më të fundit me